Territori shqiptar për datën 18 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me mot të kthjellët dhe temperatura të ulëta, ndërsa pasditja sjell rritje graduale të temperaturave dhe diell në të gjithë territori. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell në shumicën e qyteteve. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 18 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 18 janar do të jetë rreth orës 6:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:46 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 4 deri në 10 gradë Celsius. Kukës -1 deri në 4 gradë Celsius. Peshkopi 0 deri në 4 gradë Celsius. Tiranë 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës 6 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj 3 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan 4 deri në 10 gradë Celsius. Berat 3 deri në 12 gradë Celsius. Korçë -3 deri në 1 gradë Celsius. Vlorë 8 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër 3 deri në 9 gradë Celsius. Sarandë 5 deri në 13 gradë Celsius.